të bërë një analizë se si është parë nga opozita ky proces zgjedhor. Parlamentarët e 2025, por për të kuptuar edhe trendin që po ndërton vota preferenciale tekse referohemi Tiranës edhe tashmë ata të cilët do kalojnë pragun e asaj që quhet lista e hapur. Do flasim një nga emrat më të votuar deri tani referuar të dhënave të fundit, zotin Ilir Ali Mehmeti. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit. Ditë intensive këto për ju, që nga dita e votimit dhe më pas e numërimit, besoj jeni njohur tashmë me trendin i cili ju favorizon për të patur edhe një ulse në kuvendin e Shqipërisë. Nisim një herë nga përvoja juaj për më pas për të parë gjithçka ka ndodhur deri më tani. E pritshëm ky rezultat për ju së pari. Dgjoj, në radhë parë besoj raportin e OSBE Odirit para prakun ditën e djeshme, para zgjedhjeve kemi të qartë, kështu që i dim të gjitha konditat se si është zhvillu zgjedhjet si vjet. Dhe mu personalisht vjen keq që vazhdojmë neve në 2025 dhe kemi po të njëjtat probleme dhe sa vinë zgjedhjet diskutojmë po të njëjtat kryefjala, pra por i përfshirje administratës, intimidim votuesi, përdorim parash, përdorim bandash me radhë, atëherë zgjedhjet lira dhe të ndershme, kjo Shqipëri nuk di ka t'i bëka. Nuk, që ka kështu i bën kjo qeveri, nuk i le mundësin të bëjnë zgjedhjet lira dhe të ndershme, pse nuk e len? Pse nuk e len se ka frikë. Nëse i lënë të lira dhe të ndershme, atëherë ka frikë në rezultate. Do një rezultat kontrolluar në favor të saj. Dhe një nga elementet kyçe që mund të shihni juve është përqindja e votuesve gjithmonë e më e ulët. Zgjedhje mbas zgjedhje, përqindja e votuesve është gjithmonë e më e ulët. E cila nuk justifikohet dot vetëm nga se shpeshherë mendimi automatik do ishte, është dhe opozita që duhet frymëzojë. Është mendim logjik. Mirë, por nuk ishte vetëm Partia Demokratike në zgjedhje. Si opozit kishte edhe parti tjera, pra mund mos pëlqejmë ne, po ja ku janë tjerat. Po kjo është parë dhe si pengesë? Jo, si pengesë mund të jetë ke mandatet. Po, jo, kjo është tjetër bisedë. Unë po flas për dalje nga shtëpia, pastaj për shprehje vullneti, se pastaj ku shkoj dhe si numër është çështje tjetër. Por në radhë parë për dalje, që do të thotë nuk është se mungonte oferta. Ofertë kishte mjaftueshëm, po njerëzit janë timiduar për të mos dalë. Dhe unë ju kujtoj juve që një muaj bëri fushat kryeministri, bëri një muaj kryeministri fushat në ligjërat të drejtë dhe thonte mos dilni të votoni. Të njëjtën gjë bëri në 2023, mos dilni të votoni. Mos është programi, zot Ilir Mehmeti. Edhe programi ka qenë më i mrekullueshëm 35 vite dhe kjo e pranuar dhe nga Partia Socialiste. I kemi shumë të qartë. Po nga ana tjetër analistët, sidomos ata ekonomik thonin që programi i Partisë Demokratike është i pamundur për të realizuar pas buxhetit që ne kemi dhe prodhojmë. Ishte më i miri në 35 vite, po tash nuk është kjo çështje programi, këtu është çështje ke një metodë atëherë. Tre janë elemente që e afrojnë votuesin që ta përfundoj. Sigurisht, ndjes. Nëse ne do diskutojmë rezultatin, ne fillimisht duhet të konsiderojmë metodologjinë se si prodhohet rezultati. Dhe nëse neve kemi një metodologji ku të thuhet që zgjedhjet të lira dhe të ndershme nuk ofrohen dot, sepse thot dhe po citoj raportin OSBE Odirit që kandidatët kanë qenë të pabarabartë njëri me tjetrin. Pra, u përdor administrata, në favor të kujt përdoret administrata, në favor të opozitës apo të qeverisë. Direkt aty. Ju e dini, unë përmenda në ligjërat drejt kryeministri që thot mos votoni. Unë ju përmend gjithashtu se janë fakte këto. Që fali gjobat pak ditë përpara zgjedhjeve, e ndaluar kjo me ligj. Të jemi shumë të qartë. Pra, ke shkelje ligjore të qarta këtu, të cilat nuk vepron askush. Dhe unë duhet të jetoj një shtet ligjor institucional, ku institucionalet veprojnë. Kur ne kemi kërkuar në rastet kur shifshim banda dhe personat pa identifikuar në qendrat e votimit, kemi kërkuar ndërhyrjen e policisë, nuk ka ardhur. Në rastin më të mirë ka ardhur 3 orë me vonesë. Spaku, task force etj. Nuk kanë bërë punën e tyre. Kujtoj që kemi pas situata, për shembull mbani mend juve një shkollë ku drejtoresha e shkollës i bën thirrje mësues, merrni nxënësit në tubijet e partisë, nxënësit të mitur, fëmijët tan, ti çojmë neve në mitingje me urdhër drejtoreshës. Çfarë bëri këtu Spaku dhe institucionet? Bën diçka, vepron diçka këtu? Asgjë. Pra në një shtet ku ti shef që institucionet nuk veprojnë, atëherë për çfarë duhet shteti? Pra zoti Ilir Mehmeti, pyetur në fakt drejtuesit e qarsheve politik të Partisë Socialiste, dje edhe nga Vision Plus, se përse kujt ja tarifojnë këtë fitore dhe kaq të thellë sipas tyre, ata pojnë që është fal strukturave që kanë terren fushatës ndërtuar prej 6 muajsh, premtimeve të mbajtura, fjalës së dhënë. Dhe thonë që populli shqiptar. Ju kujtoj se kemi jetuar në 40, jo, nuk gjenjet fare. Kemi jetuar 45 vjet në diktaturën. Kemi bërë zgjedhje edhe atëherë, dilte 99.99% e votuesve dhe votojshin 99.99% kandidatin e Frontit Demokratik. Po doni, kemi gazeta mund t'ja të dërgoj, ta shihni, është një realitet. Janë po të njëjtat breza, janë fëmijët e tyre. Të dalësh të intimiduar nuk është zgjedhje e lirë dhe e ndershme.
Neve çfarë po kërkojmë? Një standard zgjedhje të lira dhe ndershme. Nëse ti e bën këtë, përfitojnë të gjithë. Nuk përfiton vetëm një parti. Një parti do fitojë, një parti do humbi, kjo është normale. Por përfiton në gjithë shoqëria, nëse ne demokratizojmë procesin. Nëse neve një proces tillë jemi me situata kush hedh para. Unë e mbidur njerëzit mes nesh. Në tavolinat e tyre, ku ulen tani po pinë kafe, po diskutojnë, ata e din me sa lekë është bler një vot në zonat e tyre. E kanë këtë informacion njerëzit. Njerëzit e thjesht që pinë kafe tani, nuk e ka shteti këtë informacion. Nuk e kanë organ ligjbatuese. Po tas forca çfarë ka bërë? Or konkretisht, një punë që të na thotë bëm këtë konkretisht, si ka mundësi që nuk bën dot asgjë? Kujtoj që edhe KQZ-ja heshti kur që çështja falës gjoba. Unë jam dakord që gjobat kotat mos jetë, po jo që ne të vejmë gjoba, që ti përdorim si fshikullim, si kamzhik, për kur të vinë zgjedhjet, nuk jam dakord me këtë gjobëzimin e tepërt të shoqërisë shqiptare. Jam me konceptin e lirimit për gjatë gjithë. Po pse 2 ditë para zgjedhjeve do falin gjobë. Radh parë pse i vure. Radh parë pse futej njerëz në burg për energji elektrike. Këto janë realitetet. Zotëri Mehmeti më lejo sepse kemi edhe gazetarin Ermal Qorri, i cili do bëjë edhe një raportim të asaj çfarë mund të themi që lidhen drejt për së drejti me votën e diasporës. Ermal, të përshëndesim, mirëmëngjes. 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 Tani përpara se ndalemi tek atmosfera festive e Partisë Socialiste, në këtë qark me 5 bashki është Partia Socialiste e cila kryeson me 3 bashki. Le të ndalemi pak tek vota e diasporës. Si ke patur mundësi të ndjekësh procesin e numërimit, edhe pse ka vijuar me ritme të ngadalta, por hir së vërtetës, dhe sigurisht ditë trendet se nga anojnë. Çfarë mund të themi, Ermal? Në fakt ka qenë një proces shumë i ngadaltë i numërimit, sa i takon gjithë votës së diasporës, është e vërtetë, janë numëruar gati 38.000 zarfa ose të përkthyera në vota konkrete të ardhur nga emigrantët shqiptar përfshirë Europën, por edhe më gjërë, nga 194.000 të mundshëm, çka do thotë që kemi diferencë shumë të madhe dhe ditët në vijim padyshim do të jenë shumë të gjata. Deri në këtë çast që jemi duke komunikuar së bashku, Partia Socialiste ka një dyfishim të votave të diasporës, të fituara krasaj, besa duket rezultati ndoshta edhe në kuadër të gjithë kësaj diferencë që përmenda pak më herët mund të ndryshojë në vijim, ende nuk e dim, mirë për referohemi konkretisht asaj çka pasqyrohet në këtë çast edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Çka do thotë që nga 194.000 zarfe që unë përmenda pak më sipër të mbërritur në KQZ, 38.000 të tillë i kanë dhënë një avantazh Partisë Socialiste deri në këtë çast. Partia Demokratike dhe koalicioni i saj kanë marrë gati 10.900 vota ose 11.000 vota, po themi kështu, nga diaspora, ndërsa Partia Socialiste ka 21.305 vota të numëruara deri në këtë çast nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe komisionerëve që vinë nga diaspora. Pasohet më pas nga koalicioni Nisma Shqipëria bëhet e Adriatik Lapaj dhe më pas është Partia Mundësia, e cila është me gati 1.176, ndërsa Nisma Shqipëria bëhet me 3.161. Çka do thotë që votat e diasporës, megjithse ato një pjesë e konsiderueshme e tyre nuk më rritën dot në Shqipëri, që të mund të konsideroheshin të vlefshme, të sakta, pavarësisht se numri i regjistruesve të emigrantëve shqiptar ka qenë gati 245.000, një pjesë e mirë e tyre, po them gati 50.000-60.000 të tilla nuk u numëruan, duket që do ketë një rol vendimtar. Si patjetër një përqindje e konsiderueshme e tyre për secilin qark do t'jap plus apo minusin për secilën parti që kanë të bëjnë. Në këtë çast që jemi duke raportuar këto shifra, në Parkun Olimpik ka një pauzë, po themi një lloj pushimi nga ana e komisionerëve për të rifilluar sërish. Me këto gjasa e kapim fundin e muajit duke numëruar votat e diasporës. E kapim fundin e muajit. Se sa ka shumë për votën brenda vendit. Po. Ermal, duke qenë se ti ke ndjekur dhe ke mbuluar gjithkohës për Vision Plus Partinë Socialiste, i ke dëgjuar premtimet e tyre gjatë gjithë fushatës se sa mandate donin të merrnin dhe rrëmbenin gjithë Shqipërinë. Nisur nga ajo çka po shohim mandati 82 dhe gati për të shkuar tek mandati 83. Ka ndonjë qark që i ka zhgënjur apo ndonjë qark që i ka surprizuar socialistët? Po nëse referohemi parashikimit të fundit të bërë nga kryesocialisti Rama në Kutsh, ka thënë deri në 78 mandate, që do thotë surpriza që nga edhe për ta, pasi të kalosh këtë shifër, sigurisht që po them që është një lloj surprize, megjithatë ata e njohin shumë mirë strukturat në terren edhe përgatitjet që kanë bërë organizimi dhe duhet të thënë për të qenë të sakt edhe të vërtet me atë çka bën. Referuar dhe eksperiencës time në terren me socialistët, pra duke mbuluar këtë subjekt politik, kanë struktura organizative shumë të mira dhe me sa duket kjo ka qenë pikërisht edhe fakti që rezultati ka shkuar në këtë pikë. Megjithatë, do doja të isha korrekt me raportimin, është ende, po them,
herët për të parë se sa do shkojë mandati konkret. Ne mund të shkojmë pak a shumë ashtu sikur edhe ju e thatë, por duhet parë deri në momentin e fundit që të mbyllen të gjitha kutit, pasi të numërohen të gjitha votat, do të shohim se cili do të jetë mandati përfundimtar. Pra mund të flasim sigurisht për 82, mund të jetë më tepër, mund edhe të ketë, po themi kështu, ndonjë luhatje gjatë gjithë kësaj kohe që do të jetë për të parë më pas edhe emrat konkret të kandidatëve të cilët u jepet mundësia, kështu që kemi ende kohë për ta përcaktuar atë saktësisht. Unë doja shumë që në këtë çast pa ju marrë edhe shumë kohë të bëjmë vetëm një përllogaritje të gjithë votave që janë marrë thuajse në rang vendi nga kryesisht nga 3 subjektet kryesore më të mëdha të renditura sipas votave, ku padyshim e para renditet Partia Socialiste me 682.550 vota të marra deri në këtë çast në rang vendi, ndërsa Partia Demokratike dhe Koalicioni 452.115 vota. Një surprizë do doja ta quaja është padyshim edhe Partia Social-Demokrate, PSD udhëhequr nga Tom Doshi me gati 45.453 vota, ndërsa Partia Mundësia ka rreth 38.538 dhe Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet 45.700 vota, por kryesisht udhëhiqet nga Partia Socialiste, më pas nga koalicioni i Partisë Demokratike dhe gjithë partitë e tjera që me sa duket edhe këto të rejat janë një surprizë të erë. Një fakt interesant, më lejoni edhe këtë të fundit që mos të më dal nga mendja se edhe ngarkesa e këtyre dy ka bërë vetëm. S'ka problem. Mund qëndrosh me ne, Ermal, mund qëndrosh me ne na bashkosh edhe në bisedë, por që të mos u mbasim kështu edhe rrjedhën e informacioneve. Le të pyesim zotin Ali Mehmeti, le të dalim tek vota diasporës se Partia Socialiste ka një 2 fishim në orët e fundit, që pastaj marrim dhe komentin e fundit nga Ermali, ka një 2 fishim të numrit të votave, konkretisht 21.305 për Partinë Socialiste dhe 10.951 për Partinë Demokratike. Dakor, ju pak më herët folët për manipulimin, orientimin që është bërë votës brenda vendit. Por si mund të kemi këto rezultate që vinë drejt për së drejti edhe nga jashtë. Nga jashtë, nga emigrantët Qarkun e Beratit, i cili ka patur një rezultat befasues. Ju jap shumë sakt disa informacion. Në radh parë, besoj mbani mend që në fillim fare, në mbledhjet që bënte me diasporën, ishin pranisht ambasador, konsuj e me radh ton, pra trup diplomatike tonë në shtetet tjera që organizonte zgjedhjet. Gjë që është ndaluar dhe kjo me ligj. Ju e dini këtë, në takimet elektorale që bënte Rama jashtë Shqipëri e para. Pra është përdor shtetit administrata dhe në këtë drejtim, se ka shtet administratë dhe jashtë Shqipëria, nuk ka vetëm brenda. I është kërkuar administratës shqiptare dhe e keni denoncuar në muaj që secili nga ju duhet të regjistroj 5 veta nga jashtë, apo këtë e besoj mbani. Pra është bërë orientimi votës, po thonë. Ju duhet votoni këtu që të qëndrojnë në punë ku shiri ju, i motra ju, i vlla ju, ja ku diun kë keni juve në Tiranë. Edhe këtë neve kemi denoncuar me muaj. Besoj edhe kjo është informacion i sigurt që e keni. Dini gjithashtu që nga 250.000 vetë, nga 300.000 vetë, rreth 50.000 vetë nuk u lejuan fare të regjistroheshin, nuk e dhanë, nuk e konfirmuan. Nuk e miratuan. Dim gjithashtu që nga 250 që u konfirmuan, 191 zarfa kanë ardhur, dhe ka ardhur një avion i fundit me afër 20.000 zarfa, cilin u tha që nuk futesh dot se ka kaluar ari. Që duhet parë dhe këto 20.000 zarfa ku janë, dhe kujtoj elementin e fundit të rëndësishëm që është rasti për shembull i Greqisë, ku dhe vetë kryeministri ka thënë që ka parregullsi dhe ju e dini që ka një proces që është hapur hetimi nga ana palës greke në këtë drejtim. Pra çfarë lloj shkeljesh është bërë, se ka denoncime shumë të mëdha nga bashkëdhetarët tonë atje, cilët thonë ne zarfi s'na ka ardhur kurrë. Ne zarfi nuk ka, kemi shku për ta tërheq dhe na shton është tërhequr zarfi. Pra dikush tjetër ka tërhequr zarfin e tyre. Dhe për këtë është hapur hetime në shtetin helen, që ti jemi shumë të qartë se ku jemi ne duke fol. Pra nëse ti ma falson mu gjithë mekanizmin, nuk është një çudim fund fare që rezultat dalin këto, por nuk është kjo zotësi. Ky është përdorimi i administratës dhe i strukturës, patjetër, po jo për të mirë, për shejtanllik. Po çfarë ka ndodhur me Tiranën atëherë, sepse edhe Tirana është një terren shumë interesant. Kjo është në total gjithë diaspora mesaxhore. Folëm për gjithë vendin, por për Tiranën dhe flasim për votën që vjen nga brenda vendit. Kemi të bëjmë me një kryeqytet pa një kryebashkiak dhe kemi të bëjmë me një arrestim i cili supozohet të kishte një kosto politike. Dhe sot ne flasim për një Tiranë ku sërish prevalon gjyra e majtë. Jam shumë dakord. Nuk edhe një herë. 100 herë bëj zgjedhjet me një proces të falsuar, 100 herë i falsuar do dalë rezultati. Bëhet i këtë. E kemi bërë në 45 vjet. I kemi bërë përpara. Bëshim zgjedhje atëherë, fitonte gjithmonë Partia Punës. Çfarë mbetet të bëhet djathtë?
ne duhet të rikthejmë këmbët në tokë. Duhet kuptojmë diçka që nëse duam të marrim syt neve drejt perëndimit, drejt integrimit, duhet kuptojmë që këto gjëra ne jemi duke bërë gabim dhe sa herë bëjmë neve këto gabim, gjysmë hapi përpara se ta bëjmë drejt Evropës. Se nuk lejon ai tjetri, raporti ose bojo dirit ata e bëjnë. Prandaj kemi një çast kujdes. Voton më pak se gjysma e popullatës. Përfshirë dhe diasporën, është më pak se gjysma e popullatës. Dhe neve jemi duke thënë ka shumicën e pakicës. Ky është realiteti. Ka shumicën e pakicës, sepse pakica voton. Shumica nuk voton fare. Nuk voton se nuk jepet mundësia, se intimidohet, se është e pamundur, se ka ikur pa kthy kokën mbrapa. Ne jetojmë një realitet ama ku të rinjt neve po na hiqen. Ku mosha mesatare po rritet, pra popullata po plaket, ku fëmijë lindin gjithmonë më pak. Ne po jetojmë realitet që ky kom po shuhet. Dhe ndërkohë që neve nuk shohim këtë gjë që është kyçe e rëndësishme dhe nuk kuptojmë që neve këtë Shqipëri po bëjmë politika antifamilje dhe si rrjedhoj familjet po ikin, neve arrijmë mbaj mendjen se çfarë bëri si e bëri dhe kufi. Këto lloj fitore po na çojnë mbrapsht. Janë këto fitore që na kanë çuar drejt agjendës prindi 1, prindi 2. Këto lloj fitores të këtij lloj tipi, sepse këto mbrapshti prodhojnë mbrapshti tjera mbrapa. Dhe nuk është një çështje thjesht një lojë Tirana partizane dhe jeti tifoz i kësajti apo asajt. Kjo është me pasoja të rënda për familjen dhe për shtetin. Dhe nëse neve nuk e kuptojmë në këtë gjë dhe më qifim vetëm pas fakteve që ishte 3, ishte 4, ishte 2 rezultat mbreslën, pikën e rëndësisë nuk e ka. Ky lloj procesi nuk prodhon një parlament të fortë. Ne kemi nevojë për zëra parlamentit të fortë. Këtij vendi nuk i mungojnë njerëzit e drejtë. Problemi është se këtyre njerëzve të drejtë që janë shumë në Shqipëri u mungon zëri për të folat e brenda, pse s'është i fallësuar sistemi, cilat zëra do të çojmë aty. Edhe frymëzimi për shkuar në kudit e votimit, se nuk frymëzon vetëm. Ja ju a thash unë ju a thash që në fillim këtë. Ja, po e marrën fajin komplet, nuk i frymëzojmë ne. Si forcë politike. Por ndoshta një lider politik duhet ta marrë fajin. Përveç PS-s dhe PD-s, edhe shumë parti të vogla. Kishte edhe 9 forca tjera politike. Asnjëherë në strukturat tuaja. Jo, 9 forca tjera, nuk patjetër se jam në strukturë. Parashikohej që fokusi i këtyre zgjedhjeve ishte midis binomit PS-PD. Nuk është çështja që s'ka ofertë. Nuk është çështja e frymëzimit. Njerëzit janë timiduar për të votuar. Në Shqipëri ne karakterizohemi nga një apati e pleqërisë dhe nga një arrati e rinisë. Duhet ta pranojmë këtë. Nëse ne nuk pranojmë problemet që ne kemi, ne kur zot i shohim sy dhe s'do bëjmë diçka për të që të përfshim pak edhe Ermalin, këtë e mendoni në rang republike? Këtë qëndrim e keni... Kanë hikur të rinj. Jo që kanë hikur të rinj, por që kanë ndodhur këto zhvillime për sa i përket orientimit të votës në rang kombi. Dakor, mirë. Ermal, të lutem, më oriento pak për sa i përket ngjyrave që ka marrë Harta e Republikës së Shqipërisë në këto parlamentare. Në mos gaboj, është ma konfirmo ti këtë. Kuksi, Shkodra, Lezhë, blu dhe pjesa tjetër e qarqeve të mbetura janë mavi, apo jo? Vërtet, po është pjesa më e madhe, por sigurisht pritet disa prej, po themi, këtyre qyteteve ose zonave të cilat dhe janë mbështetur kryesisht po e marrë në terma historik, pra sa herë ka patur zgjedhje gjithmonë në Partia Demokratike ka patur mbështetjen e saj maksimale, por edhe këtë herë edhe në Lezhë duket që Partia Socialiste ka patur prapë një lloj avantazhi, megjithatë aty mbizotrojnë demokratët, kështu që ato qarqe që kanë qenë patriotike, po them kështu, që kanë qenë në formë të sigurt pa u ndryshuar asnjëherë janë të pakta me Partinë Demokratike. Ndërsa do doja të shtoja diçka që e përmenda edhe pak më parë, që në këtë çast mund ta them edhe zyrtarisht, por megjithatë po e marrim shumë në renditje të votave dhe çka shihet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që dhe është raportuar sipas votave nga gjithë qendrat e numërimit të votave, mbetet pa mandat deputeti. 2 nga emrat, po themi kështu, të koalicionit Djathas për Zhvillim, sigurisht rasti i Enkelejt Alibejait dhe Dashamir Shehit, ngelet pa mandat deputeti kreu i partisë koalicioni Euroatlantik Lulzim Basha, mbetet pa mandat deputeti deri në këtë çast, por me sa duket gjasat janë që deri në përfundim të mos marrin gjithashtu edhe Partia Aleanca Demokracia e Re me Edmond Stojkun, mbetet pa mandat deputeti dhe një tjetër parti që është Lëvizja Deu edhe Elena Kocaqi, pra janë disa prej emrave që kandiduan për të pretenduar një mandat deputeti pa e fituar atë. Megjithatë, 3 më kryesorë, sigurisht e përmenda, pra po them figura të njohura, cilët kanë qenë edhe pjesëmarrës në politikë dhe kanë një eksperiencë si deputet, por edhe më të gjerë pra në kohë në Parlamentin e Shqipërisë, ishin Lulzim Basha, ishte Enkelejt Alibejaj dhe Dashamir Shehit, të cilët tani më nuk arrin do ta marrin një mandat deputeti, pasi janë numëruar 1114 qendra votimi nga 1282 qendra votimi.
Megjithëse janë gati 100 të tjera që do të numërohen, është pak sa e vështirë sepse Dashamir Shej ka një diferencë të madhe prej, po them ka fituar vetëm 1600 vota, kështu që është shumë e vështirë që të dalin në kryeqytet. Gjithashtu dhe koalicioni Euroatlantik me Lulzim Bashën ka fituar vetëm 7000 vota, kështu që sërish është e vështirë sepse i duhet që ta dyfishoj këtë numër që të arrijë të sigurojë një mandat. Jo më ka të pyeta Ermal, sepse sigurisht është një pyetje me sfond për zotin Ali Mehmetit, sepse sigurisht hidhni akuzat tuaja me të drejtë, ju jeni përveçse si subjekti politik për sa i përket këtyre zgjedhjeve drejt Partisë Socialiste, por a nuk ndryshon qëndrimi juaj në qarqe që përmenda pak më herët, e jo më kot Shkodra, Lezhë, Kuksi, apo atje zgjedhjet kanë qenë shumë demokratike? Sepse ju kryesoni atje. Ma specifiko çfarë qëndronte që është ndryshe nga një qark tjetër që thashëm. Pra, me qënë se ju në Lezhë, Korçë, në Lezhë, Shkodër dhe Kukës, po kryesoni, i bie që procesi ka qenë i drejtë. Nuk e thash, në thash Shkallkombi. Jo, po ju pyes. Në Shkallkombi përpjes edhe Lezhë, Shkodra dhe Kukës, jo për gjë. Edhe një herë. Pra, a keni të njëjtin qëndrim dhe për Shkodrën, Lezhën dhe Kukësin, po kryesoni kjo nuk ulem detaje para se të shoh makro. Makro ne kemi një problem madhor. Ne prodhojmë sisteme dhe kemi një sistem elektoral të tillë i cili kap shtetin që në fillim. Si e kap shtetin? Përmes një sistemi i cili është rajonal proporcional, që njëherë në radh partë nuk na e bën votën të barabartë neve. Vota një qytetari që voton në Tiranë nuk është e barabartë me votën një qytetari që voton në Vlorë. Nuk është e barabartë me votën një qytetari që voton në Lezhë. Nuk është e barabartë me votën një qytetari që voton në Korçë. Kushtetuta kërkon që të jetë e barabartë vota. Kjo nuk është e vërtetë. Njëri element. Elementi dytë të më i rëndësishëm është që për shkak të këtij procesi, të cilat varen, quhen demokraci nga lart poshtë, që do të thotë kush futet në parlament nuk e vendos direkt njerëzit. Unë jam mbështetës i demokracisë drejt për drejt, demokracisë nga poshtë lart, do të thotë njerëzit vendosin direkt se kush shkon. Lista 100% hapur apo? Jo, flas mazhoritar. Jam shumë radikal nga ky drejtim. Mazhoritar, direkt. Një kandidat i Partisë Socialiste kundrejt një kandidat i Partisë Demokratike, apo kushdo tjetër në zonë caktuar. Pse? Për një arsye shumë fort. Prodhon zë të fort brenda parlamentit dhe prodhon deputet cilët flasin për atë zonë aty dhe nuk flasin dot për zona gjeografike të stërmdha siç është realiteti sot që flasin dhe krijon lidhje direkte me zonën. Dhe ky zë i fort parlament, ne na shërben 140 zëra të fort parlament, shërben për të bërë reforma të vërteta të forta. Dhe neve këtu vujmë pasojat e diskutimit që janë bërë 2 dekada më përpara, dhe ja ku i kemi problematikat që kthehen bumerang, duke prodhuar zërat dobët. Automatikisht çfarë thoni juve? 2 këtu, 3 aty, 1 aty. Unë jam i djathtë. Ne besojmë ke individualitetet. Ne nuk besojmë ke shishet e penicilinës gjithë njësoj dhe janë gjithë numra njësoj. Ne besojmë ke ajo që neve diskutojmë për zonën dhe njerëzit përkatës. Dhe kjo është e pamundur me sistemin zgjedhor që kemi. Dhe një parlament i dobët prodhon institucione të varura, ndërkohë me kushtetutën duhet i kemi të pavarura. Dhe pastaj ne habitemi pse drejtësia nuk vepron, ne habitemi pse ekzekutivi nuk vepron, ne habitemi pse policia nuk vepron, sepse janë të gjitha me një dorë, se të gjithë këta janë zëra të varur. Duhet prodhojmë sisteme të pavarura dhe kjo ndodh vetëm nëse i kthehemi demokracisë drejt për drejt. Sa më shumë shkojmë aty, aq më mirë është. Dhe brenda demokracisë drejt për drejt, çfarë ka sistemi jon aktual? Vetëm listë e hapur ka. Kjo është demokracia drejt për drejt, që unë zgjedh dhe individin, zgjedh zërin që mua më pëlqen. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kujtoj edhe i diçka, me këtë sistem fallësuar, ti merr 52% votës, po 52% e votës do të thotë 73 deputet. Nuk do të thotë 82 deputet. Bëjnë llogarinë, 140, 52%, 140. Pra këto maestrot i bëjnë këto lloj gjërash që të marrin më shumë pushtet se në fakt që u japin njerëzit. Se duhet të themi edhe këto gjëra. Dhe rregullat e lojës bashkë përcaktohen. Po, dhe është gabim. Ne lejo vetëm të komunikojmë edhe një herë me Ermalin, kolegun tonë për shkak se këto kanë qenë vërtet ditë intensive jo vetëm për politikanët, por edhe për kolegët tanë në terren. Ermal, nëse do të ndashin detaj të fundit me ne, jemi mirëpritur, në të kundërt ne të përshëndesim. Nuk e dëgjojmë Ermalin ende në studio. Regjia na ndihmon. Mirë, derisa të bëhet e mundur lidhja me Ermalin që ta theksojmë, ndoshta edhe gjuha e përdorur sot në mëngjes edhe për thithja të bëhet më kollajt nga shikuesit tanë. Ermal, ke diçka për të shtuar? Po, dëgjojmë tani? Po, tani dëgjosh, po.
Në rregull. Atëherë, po shtoja që informacionin fundin ka të bëjë me një konferencë që pritet të dalë kryeministri Rama me gazetarët pak më pas, ku padyshim do të jetë rreth gjithë procesit të votimit të 11 majit edhe fitores së mandatit. Ndoshta më pas mund të ketë edhe një festë sigurisht u bë dhe fitimi i mandatit të tretë, por mbetet për të zbuluar në konferencën që do kemi me kryesocialistin, ku padyshim kemi mundësinë edhe të drejtojmë disa pyetje të ngritura nga pretendimet e opozitës, por jo vetëm. E qartë, ne të falenderojmë shumë për kohën dhe mundin. Të përshëndesim. Mesi, Zoti Eli Mehmeti, flasim për një fest nga kampi socialist, por çfarë do të kemi nga kampi i djathtë? Është një pyetje që unë jam e sigurt që asnjë djathtë nuk do t'i bëhet në këto ditë, po mos ndoshta duhet të ketë një mea culpa ose ndoshta dhe një ndorheqje nga zoti Seli Berisha. Duhet të ketë, unë mendoj që do ketë patjetër një mbledhje të kryesisë, po të marrë një procesi, pse se në këtë moment ne kemi numërues, kemi komisioner, kemi vërtetues, faleminderit një herë radh para tyre për punën, se ato po e bëjnë gjithë këtë punë. Faleminderit që mbrojtët votën, se ato votën kuti ata po e mbrojnë. Të jemi shumë të qartë, ato janë heronjtë sot këtë moment. Do mbaroj ky proces. Për Tiranën ky do zgjas. Akoma s'është qark i madh shumë. Mbaroj procesi, do mlidhet strukturat përkatësa. Unë nuk jam djegës i etapave. Unë mendoj që djegja e etapave, katapultimet janë dëmshme. Ne jemi ke procesi numërimit të votës. Mbyllim numërimin e votës, shohim raportet e OSBE-dit, qëndrojmë aty dhe ta lexojmë mirë ato, ta analizojmë, dhe pastaj patjetër kryesia do mlidhet dhe do marrë vendimet dhe qëndrimet përkatëse. Unë jam antar i kryesisë, kështu që nuk mund të marr këtë tagër, po si antar i Këshillit Kombëtar që jam, patjetër kryesia vjen dhe diskuton këtë me Këshillin Kombëtar. Kur kjo të ndodh, këtu do jemi dhe do e diskutojmë. Zoti Mehmeti, për publikun, më lejoni të përditësoj qytetarku i Tiranës me 5 bashkitë përbërëse, në kamës kryesoni ju si Parti Demokratike dhe koalicion, në Kavaj po ashtu, ndërsa në Rrogozhin, Tiranë dhe Vor kryeson Partia Socialiste. Dhe siç në vazhdon asaj çfarë unisa t'ju pyesja pak më herët, dhe ndoshta gjuha duhet jetë më thjeshtuar, kështu që publiku i të gjitha moshave na kupton, që edhe unë personalisht për dhe publiku ta ketë të qartë. Cila është diferenca midis votuesve të tre qarqeve që të përmenda pak më herët, që i kanë dhënë hartës në ngjyrën blu, dhe votuesve në pjesën tjetër të qarqeve që i kanë dhënë hartës në ngjyrën mavi. Kush është diferenca? Ju po pretendoni që ka diferencë, po e thoni ju. Sigurisht. Përmes votës është shprehur vullneti politik. Të gjithë janë të intimiduar njësoj. Po dikush më pak, dikush më shumë. Po patjetër, se disa banda janë më shumë disa zona se disa zona tjera. Po Partia Socialiste paktën i baston, Demokrati Shkodra, bandat kanë karaktere lokale. Bandat patjetër kanë karaktere lokale, nuk kanë karaktere kombëtare. Qëndrimet e qeverisë dhe të administratës janë shkallës kombëtare dhe më pak lokale. Duhet të shohim në gjërat siç duhet. Pra nëse për Vorën flasim për një bandë caktuar, patjetër kjo nuk i shtrin nga krahu tjetër i Tiranës ndikimet e saj. I kanë atë zonë aty. Por qeveria, kur del kryetari i qeverisë dhe thot mos votoni, patjetër kjo i shtrin. Nëse doni të shkoni ke Bashkia e Tiranës, ju a them unë një tjetër problem Bashkisë Tiranës, ulsek pak më parë, ke kryetarin e Bashkisë në Burg. Dhe fuqitë e Bashkisë i ka kap kryeministri. Po kjo formë banditeske është kapje. Bandat kriminale. Kujdes, dhe bandat qeveritare. Pse? Sepse Bashkia e Tiranës i takon pushtetit lokal dhe pushteti vendor është i caktuar me ligjin e autonomisë vendore se si menaxhohet. Dhe ju kujtojnë diçka, se jemi fiks kohën e dur. Kanë kaluar 3 muaj mos paraqitje rresht të Erion Veliajt si kryetar bashkie në punë. Që do të thotë automatikisht i ka rënë mandati. Po, e drejtë. E thot ligji. Që do të thotë Këshilli Bashkiak kishte detyrë që dje, ditë e hënë, dita pare punës, të mbledhej dhe t'ia propozon dhe Këshillit Ministrave shkarkimin e Erion Veliajt. Nuk është mbledhur. E dini pse nuk është mbledhur? Sekretarja e Këshillit Bashkiak, zonja Romina Kuko, është njëkohësisht zëvendësministre e brendshme, pra është e kabinetit Rama, dhe është njëkohësisht deputete e listës mbyllur Qarkullt Korç. Ja, këto janë realitetet, këto do ju qeverisin nesër. Ata cilët uzurpojnë që sot këtu, pra kur flasim neve për mënyrat ndryshme kapje, nuk ka një mënyrë të vetme. Ka shumë mënyra që përdoren. Disa lokale e disa term ombrell që kapin të gjithë. Dhe neve, nëse nuk e lirojmë shoqërinë tonë, nëse nuk i japim oksigjen Shqipërisë tonë, pa oksigjen çfarë do i ndodh shoqërisë? Shoqëria do mbytet e do vdes. Dhe po mbytet e po vdes, se po të hikën, po të largohet. Nëse ne nuk i kuptojmë këtë, atëherë ne meritojmë të shkojmë mbrapa. Dhe realiteti është që ne po shkojmë mbrapa. Zotëri Mehmeti, kjo është pyetja ime e fundit, mendoj që është shumë e rëndësishme, pra në fund të bisedës, si rezume, po thoni që krimi zgjedhor, krimi... I pa hetuar kur në Shqipëri, fatkeqësisht. I pa hetuar kur në Shqipëri. Mirë, bandat kriminale, administrata, qeveria, mënyra se si janë të lidhura midis njëra tjetrës,
prevalojnë bifaktorin ndërkombëtar i bie kësaj dhe lasivitën me cilën Partia Demokratike mburr dhe paguat goxha para. Lasivita është konsulent, nuk ka fuqi juridike brenda Shqipërisë. Dakor, po ishte një lloj, u prezantua si një lloj përfaqësuesi e di kush ka fuqi juridike? I SBA-ve në Shqipëri. Ja ju them, jo nuk u prezantu si konsulent dhe drejtor fushate. Pastaj juve perceptoni si donin. Jo, ne lexojmë çfarë ju ndani. Ju lexoni dhe komentoni. Interpretimi është tjetër. E drejta juaj, ne kemi thënë drejtues fushate. Dhe drejtues fushate ishte. Por ajo që mu më shqetëson, nuk është kjo pjesa. Mu më shqetëson një pjesë, që kemi krime zgjedhore të 2021 që ende nuk janë hetu. Dhe mbeti, hiku legislatura, 25 mbaroj. Ç'më duhet mua ta hetoshti tash ti mbrapa? U bë dëmi. Dhe ti shembull për 2025 që të mos ndodhi njëjti dëm, jo. E di çfarë shembull dan? Kapi në një numrus ose një komisioner hallkën e fundit zinxhirit, edhe këto tek tuk, dhe këto janë burg, disa prej tyre akoma sot që flasim. Kujdesni juve se juve ju çojnë brenda. Dhe ata që komandojnë dhe japin urdhra dhe orientojnë që këta të bëjnë shkelje, ata të bëjnë ministra. Ky është problemi i Shqipërisë, që është gjithmonë hallka e fundit që shihet. Është gjithmonë ndonjë komisioner, ndonjë infermier, ndonjë polic. Gjithmonë këto janë ata që bëjnë dëmet e mëdha shtetit. To hajnë kumblla, moll, darda mbas shpina. Duhet ta kuptojmë shumë qartë. Peshku qelbet nga koka. Nëse ne nuk e pranojmë këtë, nëse ne duam të nxive mas gishtit kështu, atëherë mirë na bëhet që ne shkojmë keq. Por ne mund t'i kthejmë gishtin, t'ia vëmë këtë gishtin këtu, mos fshihen, po t'ia kthejmë këtu nga koka, t'ia vëmë gishtin kokë dhe të themi, çfarë jemi duke i bërë në familjeve tona? Këto kalamajt e mi, pse po hikin? Këto niprat e mbesat, pse po i shoh me WhatsApp dhe nuk po i përqafoj dot? Po kush nga ne do të plaket vetëm? Ti jemi shumë të qartë se çfarë jemi duke bërë. Duhet shohim pak më larg, jo thjesht sot. Çfarë i themi një fëmijë që sot thot, nuk du të bëj mësime, du të luaj. Jo i thua, do bësh mësime sepse kjo do të shërbejë në të ardhmen. Po pse se bëjmë ne këtë në jetën tona, që të bëjmë diçka për të ardhmen? Po rrim vetëm, ha sa të kalojmë dhe mëngjesin, ha sa të kalojmë dhe drekën. Hajde të merrem me dy shtashë theme. Hajde të mendojmë më larg. Unë këtë ftesë kam për gjithë njerëzit. Detyra patjetër kjo është e jona, fillimisht, por është ftesë dhe për tjerët. Mehmeti, faleminderit shumë për kohën tuaj. Shumë suksese në garën tuaj për Tiranën. Ndërkohë, ne do të vijojmë i shkëputi, kthehemi vetëm pas pak, ndrojmë dinamik, shkojmë dhe flasim për sport. Kthehemi pas pak.